Mirë gjetur nga horoskopi nesër. Këtu është horoskopi për ju nga e martë 25 mars 2025. Dashi. Dashuria mund të bëhet përsëri bindëse, por, mbi të gjitha, nëse çifti është oksiduar për disa kohë, ne duhet të planifikojmë diçka argëtuese. Kontaktet e reja në internet hapin horizonte biznesi. Demi. Ju po mbivendosni shumë mendime, mos harroni t'i menaxhoni me kujdes, veçanërisht në këtë ditë që mund të sjellë disa kujtime shumë ose një telefonat të padëshiruar. Binjaket. Koha e duhur për të zgjeruar kontaktet tuaja të biznesit, mund t'ju duhet të ndryshoni rolin ose strategjinë. Në dashuri merrni shumë mbështetje, jeni të apasionuar pas aktivitetit dhe programeve të ndryshme për të organizuar. Lodhje gjatë rrugës. Gaforja. Ju keni njerëz rreth jush që lidhin mënyrën tuaj të qenurit, të cilët nuk ju lejojnë të bëni. Keni disa shqetësime që mund të lidhen me paratë dhe ndonjë përgjegjësi të re që rëndon. Luani. Ditë të shkëlqyeshme, intuitat duhet të ndiqen. Në dashuri sot nuk ka nevojë të ndiheni reciprokisht. Virgjeresha. Nuk përjashtoj mundësinë e transferimeve, udhëtimeve, lëvizjeve që mund t'i japin edhe më shumë lustrim një projekti pune. Çiftet që martohen në këtë periudhë janë me fat. Periudha pjellore për ata që duan dhe mund të kenë një fëmijë. Emocionet në vazhdim. Peshorja. Në një horoskop kaq pozitiv është e qartë se mund të ndodhin ndryshime të rëndësishme dhe ndikimi i tij nuk duhet të jetë i kufizuar. Aleancat e reja dhe kthimet në skenë. Akrepi. Avantazhet për ata që kërkojnë aktivitete të reja, në këtë periudhë ju jeni shumë i admiruar, bukuri. Kjo shqytje në thellësinë e mendimeve tuaja është një mundësi për t'i treguar vetes dhe të tjerëve cilësitë e fshehura. Shigjetari. Ka kaq shumë gjëra për të bërë kur bëhet fjalë për punën, njerëzit që janë të vetpunësuar e dinë mirë këtë. Me sot dhe nesër do të duhet të jeni të kujdesshëm edhe në komplikime të vogla si gjobat apo shpërqendrimet që ju kushtojnë shtrenjtë. Do t'ju duhet pak relaksim, larg rutinës. Britsjapi. Nuk përjashtohet që sot duhet të paguani një faturë, duhet të mendoni pak më shumë për paratë. Sfera sentimentale ka nevojë për siguri. Ujori. Ata me një histori të mirë mendojnë për të jetuar së bashku ose për të martuar. Mos u mbyllni, projektet dhe propozimet janë favorizuar. Peshqit. Do të duhet të bëni shumë gjëra, mos u lodheni. Mos u zemëro shumë për një qortim ose vërejtje të vogël. Nëse nuk doni të humbisni horoskopin, regjistrohuni në kanalin dhe aktivizoni njoftimet. Kalofshi një mbrëmje të mirë.